Te çështja e pronave, për shembull, është një masakër e vërtet. Mjafton të kujtojmë që në Shqipëri ka mbi 2000 ca të vrarë për çështje pronash, që nga viti 92. Pra, imagjinoni se sa probleme janë trashëguar nga viti 92, 93, 95, 96. Pra, janë gjithë këto probleme që po mbizotrojnë që nga një periudhë kohe. Pa i hyrë drejtësisë, po meqense kemi një drejtësi të re e cila po lëviz, nuk po i hym shumë meqense ka një lloj shprese. Dhe aty u krijua keq, dhe pasojat e saj ne i vuajtëm dhe po i vuajmë ende sot e kësaj dite. Për të rikthyer pak tek politika, kemi një parti demokratike e cila fatkeqësisht ka ngelur penge historisë saj në klapa gjithmonë të lavdishme të kaluarës. Pra, pavarësisht si kanë qenë rrethanat, ne po ja quajmë këtë lavdi. Pavarësisht se ti e the shumë mirë që është një lavdi e stisur, është e manipuluar, pra ne gjithsesi për shkak të distancës nga vitet të rinj. Nuk është bërë transparencë më për atë moment. Po, jo, asnjë nuk ka treguar vërtetën akoma. Asnjë nuk ka treguar vërtetën. Po ne po themi që pavarësisht kësaj, krijuam disa heronj politik. Pra, u krijuan disa heronj politik. Heroj është fjalë e modhe, sepse edhe herojt ishin pjesë. Ligjërisht i kemi, ëh. Po ligjërisht më e di, po. Kemi emra shkollash, po gjithsesi nuk po i hy. Un arbër kampanjë dosje. Du ta përmend emrin. Që po të hapet publika ajo dosja është shumë e rëndë për gjithë ne si shoqëri. Një njeri që ne e majmë si mit për me tregue, deri pagesa nga sigurimi i shtetit. Nga cili vit apo? Tash s'ka rëndësi. Ai që e negjoja e kupton çfarë është fjalë. Megjithatë, shiko, un kam qenë shumë kritik Demalia si puna jote me gjitha individ, por duke lexuar, duke thelluar pak edhe në qasjen që kam patur sidomos vendet e tjera komuniste, pas rrëzimit. Intervista të shumta që kanë bërë njerëz që ishin të lidhur me sigurimin e shtetit, kanë marrë pagesa, kam ndjekur një gazetar shumë i njohur polak, i cili gjithashtu kishte qenë pjesë e sigurimit të shtetit në atë periudhë kohe, dhe ai tha një shpjegim që më bëri kuptim. Unë tha, nuk i kam shërbyer sigurimin e shtetit, tha. Unë i kam shërbyer një institucioni që mbron të shtetin tim. Pra, deri diku ma ndryshoi pak perceptimin, se edhe unë isha shumë radikal, kam qenë si puna jote. Ma ndryshoi pak perceptimin që, shiko, jo të gjithë. Ai ka qenë punonjës i sigurimit apo bashkëpunëtor? Bashkëpunëtor. Bashkëpunëtori nuk i ka shërbyer shtetit. Sepse varet për çka i ka shërbyer. Nëse ai tha, nëse ka qenë atë dheu në rrezik dhe ka qenë për shembull duke u djeg ose duke u vënë minat një kombinati. Ideja ishte se ishte një intervistë shumë e bukur.